Po nisim me kryeqytetin, aty ku në fakt për ne që e kemi nisur ditën edhe e dim edhe jetojmë çdo ditë, nuk është se lë vend shumë për të interpretuar se çfarë do të ndodh me motin, sepse e dim që rreshtet e shiut ashtu siç ka nisur këtë mëngjes, besoj do të vijojnë për gjatë gjithë ditës. Këtë na e tregon edhe grafika, sepse na shfaqet një rreshje shiu intensive që do të përshkrojë qytetin për gjatë gjithë ditës së sotme, me temperatura që nisin nga 12 gradë në orët e para të ditës dhe shkojnë maksimumi në 20 gradë Celsius. Edhe ditën e nesërme do të vijojnë rreshjet e shiut, por disi më pak intensive, do të ketë edhe kthjellime për gjatë ditës. Temperatura do të nisin nga 7 gradë në orët e para të ditës dhe do të arrijnë maksimumi në 20 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Durrësit tashmë për të parë së bashku se si do të jenë temperaturat, por një herazi edhe se si do të jenë kushtet e motit në këtë qytet bregdetar të Shqipërisë. Shohim që sot dhe nesër ka rreshje shiu, por edhe kthjellime për gjatë gjithë ditës. Sa i përket temperaturave, nëse ndalemi konkretisht në ditën e sotme, ato do të nisin nga 15 gradë minimale dhe do të shkojnë me temperaturën maksimale në 21 gradë Celsius dhe nesër nga 11 gradë në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin bregdetar të Durrësit. Zhvendosemi tashmë në qytetin e Radhës dhe jemi në Elbasan. Në qytetin e Elbasanit sot dhe nesër ka rreshje intensive, shtu që çadrat me vete dhe sigurohuni të visheni mirë, sepse nëse ka një kohë ku mund të muresh thjesht, është pikërisht kjo në cilën po flasim tani. Temperaturat sot shkojnë nga 10 gradë në 19 gradë Celsius maksimale dhe nesër nga 5 gradë në orët e para të ditës në 20 gradë, temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Nëse bëjmë një krahasim nga sot nesër në qytetin e Elbasanit, mund vërejmë që temperaturat në orët e para të ditës do të shënojnë një rënje prej 5 gradësh. Shkojmë në qytetin e Fierit, do të jetë Radhës ku do të ndalemi dhe shohim që sot dhe nesër në këtë fillim jave do të kemi rreshje shiu, të cilat vinë edhe me kthjellime për gjatë gjithë ditës. Nëse ndalemi konkretisht tek temperatura, ditën e sotme ato shkojnë nga 12 gradë Celsius në 20 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet dhe nesër nga 9 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius, temperatura më e lartë që regjistron termometri në qytetin e Fierit. Megjithatë ka rreshje shiu, kështu që qëndroni gjithmonë gati për t'i përballuar këto rreshje, të cilat her pas here tek një pjesë e madhe e individëve, tek të cilët përfshi edhe veten, ka edhe një ndikim emocional. Shkojmë tani në qytetin e Radhës, nga Fieri do të ndalemi në qytetin e Beratit, sot edhe nesër, fatkeqësisht, ky fillim jave do të nisë me rreshje shiu intensive në këtë qytet, i cili është kthyer në një terren turistik shumë të preferuar, qoftë në periudhën e verës, qoftë edhe tashmë teksa jemi gati duke shkuar drejt muajit të tretë dhe të fundit të vjeshtës. Megjithatë, temperaturat sot janë nga 10 gradë në 20 gradë Celsius maksimale dhe nesër shënohet një rënje në temperaturën minimale, duke e parë të shkojë në 6 gradë Celsius ditën e nesërme dhe temperatura maksimale që do të arrihet ditën e nesërme në qytetin e Beratit do të shkojë në 20 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Radhës tashmë, jemi nga Berati në Korçë, aty ku sot ka rreshje intensive shiu, temperaturat nisin me 5 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumi në 16 gradë Celsius dhe nesër shënohet një rënje e temperaturave, por do të largohen rreshjet e shiut, mbeten vranësira dhe kthjellime. Kjo do të jetë situata e përgjithshme meteorologjike në qytetin e Korçës ditën e nesërme, me temperatura që do të nisin në orët e para të ditës me 1 gradë Celsius, kështu që ky është një sinjal i qartë që të filloni të nxirrni ato veshjet e dimrit dhe temperaturën maksimale që do të shkojë në 15 gradë Celsius. Për të ndalur më tej në një tjetër qytet të Shqipërisë, është qyteti bregdetar i Vlorës, aty ku sot dhe nesër ka rreshje shiu, megjithatë le të bëjmë një sqarim. Ditën e nesërme, ndryshe nga sot, rreshjet e shiut nuk do të jenë intensive. Pra, do të ketë edhe kthjellime për gjatë orareve të ndryshme të ditës.
Shohim ndërkaq temperaturat dhe këtu është pak e çuditshme duhet thënë, faktikisht që ditën e sotme temperaturat janë më të lartë në raport me nesër, ku do të kemi edhe kthjellime, duke qenë kështu konkretisht 13 gradë në orët e para të ditës dhe 21 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet. Dhe sa i përket ditës së nesërme, temperaturat nisin me 10 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrin maksimumi në 21 gradë Celsius. Kjo do të jetë temperatura më e lartë që do të shënohet nesër në qytetin e Vlorës. Por e njëjta gjë vlen për gjitha qytetet, çadrën mos e ndani sepse nuk premtohet një fillim jave shumë i mbar, paktën për ata që nuk e duan shiun edhe që i lëviz pak atë gjendjen emocionale. Shkojmë tashmë në qytetin e Radhës, nga Vlora do të zhvendosemi në Gjirokastër, aty ku sot dhe nesër në këto ditë para të javës së fundit të tetorit do të kemi rreshje shiu, sot intensive, nesër me kthjellime. Dhe sa i përket temperaturave, sot shkojnë nga 9 gradë në orët e para të ditës në 20 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër nga 4 gradë në orët e para të mëngjesit në 20 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të shënojë termometrin. Dalemi në Sarandë për të parë së bashku se si do të jetë situata e motit edhe në këtë qytet të Shqipërisë. Sot kemi rreshje shiu, por edhe kthjellime për gjatë ditës, temperaturat shkojnë nga 11 gradë Celsius në 19 gradë Celsius, ajo më e larta, dhe nesër do të largohen rreshjet e shiut, por do të mbeten vranësirat në momentet të ndryshme dhe të caktuara të ditës. Temperaturat do të shkojnë nga 9 gradë në mëngjes në 20 gradë Celsius, më e larta që do të regjistrohet. Ndër gjitha qytetet e sipër përmendura, me sa duket, Saranda është nga pak më e favorizuar për kushtet e motit. Shkojmë në qytetin e Radhës, do të ndalemi në Tropoj tashmë për të parë së bashku se si do të jetë situata e motit. Dhe vërejmë që Tropoja sot ka një ditë me rreshje, por jo intensive, do të ketë edhe kthjellime për gjatë gjithë ditës. Temperaturat nisin me 9 gradë dhe arrin maksimumi në 18 gradë Celsius, dhe sa i takon ditës së martë, pra ditës së nesërme, do të largohen rreshjet, por do të mbeten vranësirat. Moti është i alternuar mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperaturat nisin me 3 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumi në 16 gradë Celsius. Vërtet largohen rreshjet, por vërejmë se kemi një rënje të temperaturave ditën e nesërme në qytetin e Tropojës. Për të ndalur tashmë në qytetin e Radhës e për të parë së bashku se si do të jetë situata e motit në Puk. Aty ku sot dhe nesër ka rreshje shiu. Dita e nesërme do të jetë me temperatura pak më të ulta, megjithatë jo ndonjë ndryshim thelbësor. Ai më i madhi vërehet në temperatura minimale, megjithatë konkretisht, dita sot dhe nesër do të jetë me rreshje shiu, por do të ketë edhe kthjellime, do të ketë edhe momente kur do të dalë dielli. Janë ato momentet e vogla gënjeshtare her pas here që të cilave nuk duhet i besojmë në mënyrë që të heqim dorë nga çadra apo të veshim diçka e cila duket më përshtatshme për kohë me diell. Temperaturat sot shkojnë nga 9 gradë Celsius minimalja në 17 gradë Celsius temperatura më e lartë, dhe sa i përket ditës së nesërme, e përmenda edhe më herët, e ceka edhe më parë, do të ketë një rënje temperaturave. Konkretisht, ajo minimale shkon në 5 gradë Celsius dhe ajo maksimale shkon në 16 gradë Celsius. Shkojmë në qytetin e Radhës tashmë për të parë se si do të jetë situata e motit. Jemi në Kukës, Kuksi sot dhe nesër ka rreshje shiu, megjithatë nesër në dallim nga sot do të ketë edhe kthjellime për gjatë ditës. Temperaturat do të jenë më të ulta ama ditën e nesërme. Sot temperaturat shkojnë nga 9 gradë në 17 gradë Celsius ajo maksimale, dhe nesër nga 3 gradë temperatura minimale në 15 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Shkojmë tashmë në qytetin e Radhës, jemi në Peshkopi, sot dhe nesër kemi rreshje shiu, nesër ndryshe nga sot do të ketë edhe kthjellime për gjatë ditës, ama edhe këtu përsëritet e njëjta situatë me temperaturat. Megjithëse nuk kemi të njëjtin intensitet në rreshje, kemi temperatura më të ulta. Sot shkojnë nga 6 gradë Celsius minimalja në 15 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër nisin me 1 gradë në orët e para të ditës dhe shkojnë maksimumi në 13 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë në qytetin e Radhës dhe shohim së bashku se si
janë temperaturat dhe kushtet e motit në Shkodër. Sot dhe nesër dita është me reshje shiu dhe kthjellime për gjatë momenteve të ndryshme. Sot temperaturat shkojnë nga 12 gradë Celsius në 20 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të ditës në 19 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Shkodrës. Do të vijojmë me Lezhën tashmë për të parë së bashku se si shfaqet situata e motit. Ndryshe nga të gjitha qytetet, nëse i kujtoj mirë, Lezhë është e vetmja që sot e ka ditën me kthjellime dhe vranësira, pa reshje shiu. Temperatura shkon nga 13 gradë në orët e para të ditës në 21 gradë Celsius, ajo më e larta që regjistron termometri për gjatë orareve të mesditës, dhe nesër, me sa duket, këto vranësira na përgatisin për reshjet e shiut. Reshje shiu megjithatë jo intensive, sepse do të kemi, sikurse e dallojmë lehtësisht edhe prej grafikës paraqitur në Ledwall në këto momente, edhe kthjellime për gjatë orareve të ndryshme të ditës dhe temperaturat nisin me 8 gradë. Në mëngjes dhe arrin maksimumi në 19 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shkojmë tashmë me vendet e rajonit për të parë së bashku se si është situata e motit në qytetin e Shkupit. Sot dhe nesër reshje shiu me kthjellime për gjatë ditës. Temperaturat sot nisin me 6 gradë dhe arrin 17 gradë maksimalja dhe nesër nisin me 1 gradë, kemi një rënje temperaturës minimale dhe arrin në 16 gradë Celsius temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Shkupit. Për të vijuar me Prishtinën, shohim që në Prishtinë, sot dhe nesër ka reshje shiu, sot intensive, nesër me kthjellime për gjatë momenteve të ndryshme. Temperaturat nisin me 6 gradë mëngjesin e sotëm dhe arrin maksimumi në 12 gradë Celsius dhe ajo çfarë vërehet nesër në qytetin e Prishtinës, ose do të kemi një rënje të temperaturës minimale, e cila do të shkojë në 1 gradë Celsius. Temperatura maksimale ndërkaq do të qëndrojë e njëjtë me atë të ditës së sotme në 12 gradë Celsius. Vijojmë me qytetin e Radhës tashmë për të parë së bashku se çfarë ndodh këtë herë në Milano. Milano sot edhe nesër ka vranësira dhe kthjellime, një mot i alternuar mes të dyjave. Temperaturat nesër do të jenë më të larta, do të pësojnë një përmirësim jo shumë të madh, megjithatë patjetër do të ndihet deri diku tek qytetarët. Temperaturat ditën e sotme shkojnë nga 7 gradë minimalja në 17 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër nga 9 gradë në orët e para të ditës në 18 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të shënojë termometri. Për të vijuar tashmë në Bruksele për të parë së bashku situatën e motit, e cila nuk na surprizon fort për këtë qytet evropian, sepse jemi mësuar të shohim zakonisht në këtë periudhë të vitit me reshje shiu, të cilat shfaqen intensive në këtë të hënë edhe të martë, në këtë fillim jave të fundit të tetorit. Temperaturat shkojnë ditën e sotme nga 7 gradë në orët e para të ditës në 11 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 10 gradë në 13 gradë Celsius, temperatura më e lartë që shënohet gjatë orareve të mesditës. Ajo çfarë është pozitive në këtë rast është fakti që ditën e nesërme kemi një përmirësim të temperaturave. Shkojmë në vijim në Paris për të parë që dita sot do të jetë me reshje shiu, vajton qielli i Parisit për grabitjen e famshme të ndodhur brenda 7 minutash në muzeun e Louvrit. Megjithatë ka edhe kthjellime, temperaturat shkojnë nga 10 gradë minimalja në 14 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet, dhe nesër dita do të jetë gri me temperatura që nisin me 10 gradë në orët e para të ditës dhe arrin maksimumi në 15 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Dhe në përfundim do ndalemi në New York, aty ku sot edhe nesër dita është me kthjellime dhe vranësira. Temperatura ditën e sotme shkojnë nga 7 gradë në orët e para të ditës në 15 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet, dhe nesër nga 7 gradë në orët e para të ditës në 13 gradë Celsius, që është edhe temperatura më lartë që do të shënojë termometri në New York. Dhe ju e dini që me New Yorkun ne mbyllim edhe parashikimin e motit.